Duket se kena sy të lonë. Jo. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në vlogmas numër 16. Allegri që kemi. Gjithë entuziazm për orarin, që gjithmonë arrim gjithmonë të gjërojmë këto lloj videosh në orare absurde, kështu që s'kemi ç'a bëjmë. Dërallë të do më fali edhe për zarin tim. Jam pak e bllokuar. Jo. Do na fali edhe për entuziazmin e gestit, që duket sikur e kam detyruar me thik këtu. Po se bëjmë me dashje, po. Gjithë ato orë punë, pastaj e shfrytëzoj edhe unë për punë, kështu që 24 orë punë be. Por që ta përballojmë në mënyrë sa më allegro. Ja. Janë i diferencën. Duket pak verse. Verë për gesi që të marrë energji dhe çaj bali për mua që të mbledh këtë situatë që më ka gjetur. Se s'ka gjumë fare. Jemi këtu për të përgjigj pyetjeve. Që na keni bërë në Instagram para më shumë se një javë. Por ndodhen shumë gjëra bashkë që keni parë te vlogmas e kaluar. Kështu që nuk na rastisi një ditë që të uleshim e ta bëjmë. Para se të fillonim, gesti do të thoshte diçka. S'ka rastisur te vlogmasit e kaluar ta thoshte, kështu që do ta thoj tani. Deshte me faleminderuar ato 10-15 vete. Jo. Pse? Më shkruajtën për ngushëllimet e gjyshes, kështu që shumë faleminderit. Bëhet qefi se ndo kur ndjen njerëz afër, kështu që shumë faleminderit. Edhe mua më shkruajtën shumë faleminderit nga zemra për të gjitha ngushëllimet edhe për mesazhet që na uruat që të shërojshim sa më shpejt. Këto kohët e fundit jemi pak, unë jam më shumë i stresuar. Për gjëra që do shih. Po them pra nga karikesa punës, objektivet, nga kështu që këto kohët e fundit nuk kam qenë as shumë prezent. Dua t'i kërkoj gjesit të çoj zari gjatë kësaj videosh. Po s'kam. Se hem më shtrirë, pak vera, pak zari që ka të ulur, pastaj në montazh duhet ta çoj zarin e tij më shumë se të timi për çdo herë. S'arrim me bërtitën. Po për ta asoj që s'kam zari. Kemi gjithë ato pyetje që na i bëhet në Instagram, kështu që do i përgjigjemi. Edhe kemi marrë tani këtu mbulesën tonë, çajin, verën, edhe jemi gati të përgjigjemi sa më shumë kuriozitetet tuaja. Duke bërë me një video, duke folur, është edhe pak më kollaj për mua që s'kam shumë kohë se sa të bëj storyt në Instagram. Kështu që krijojmë content, pushoj edhe un pak na vlogmasit, na vlogën e përditshme, e kam një video statike dhe juve keni përgjigjet të pyetjeve tuaja. Fillojmë? Atë, pyetje për gestin. Do që bebushi të gjaj më shumë ty apo Albionës? Besoj se është djalë këtë radhë. A do ishim i kënaqur të ngjante të dyve. Tjetë mix. Unë doja të birte gjërën e lëkurës time, sytë e gestit, edhe kachurellat si sonë. Dhe ishte miksi perfekt në me thënë. Dhe dua shumë që të dali pak të djali me sytë jeshil si gesti, që di që nuk i duke, po i ka super jeshil. Por po, do donim një mix si është sonë. Çfarë mendove në fillim që bëm jeshtë? Gjatë kësaj shtazanies ka pasur pak, domethënë, pak shumë. Shumicën e kohës besoj se ishte djalë që atë kemi Sole këtu afër që po flet gjumë sepse ka kohë e shkreta. Edhe nuk donja ta linja denda dhoma se kisha frikë se mos nuk e dëgjonja. Por Sole kur flet gjumë nuk dëgjon as bombën. Por po gërrit pak sepse ka hutet e bllokuar. Kështu që nuk e di po që se po dëgjoni ju në video. Nëse. Po ne dieni që ishte djalë. Pra, si gjithmonë janë këta që më vënë dyshime, se edhe me Sole. Me Sole isha e bidur që ishte djalë. Po e bidur. Edhe të gjithë këta më thoshin po e ke djalë, e ke djalë, e ke djalë. Edhe unë më forcohesh ajo ideja që ishte djalë Sole. Me këtë e djenja këtë radhë që kisha gjërat ndryshe nga Shtatzania e parë. Kështu që kjo gjë më bëri të ndihesha që ishte ndryshe si Shtatzania. Nuk e prisje të thashë do ishte gocë edhe kjo. Lenda joje e preferuar në shkollë kur ishit të ri. Atëherë. Të them unë e imja që di. E imja ka qenë historia dhe gjeografia. Më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë, më shumë historia se sa gjeografia. Nuk e di fakti që duhet të studioja çfarë kishte ndodhur, faktet që kishin ndodhur me një periudhë gradualisht nëpër vite, më pëlqen shumë të studioj historinë në përgjithësi, të di si ka ndodhur disa gjëra që duhet të studioj dhe jo si matematika që duhet të racionoj, kupton. E jotja? Deri në klasë 4 i shumë bravo matematikë. Edhe më pëlqente matematika. Pastaj duke u rritur, miku pak interesi për matematikën, edhe se më ka pëlqyer gjithmonë si lëndë. Është një lëndë që më pëlqen, pavarësisht se nuk kam qenë shumë bravo në shkollë, më se jam më bravo jashtë shkollës se sa në shkollë. Gjesti është bravo në praktikën. Edhe në shkollë që
kuzhinë që ke merë? Shkojmë në kuzhinë, invece... Atëre, sa fëmijë ti ke qef mi bë? Sa fëmijë do doni? Unë mendoj se jemi në rregull me 2. Unë do donja 2. Kështu që jam në rregull. Në shtëpinë e juve do t'i bëni një dhomë fëmijëve. Jeni më të mirët. Faleminderit. Diet. Është gjë kryesore. Më mirë rri pa dhomë për vete se sa pa dhomë për fëmijëve. Është kryesorja. Në këtë shtëpi që s'kemi dhomë për fëmijë, diet mungesa edhe i soles për një vendin e vet. Ka gjërat e veta, rrobat e veta, lodrat e veta. Është një gjë e mirë kur fëmia ka atë dhomën e vet, privacy-n e vet. Po. Se edhe se magari në vegjël kështu, por E ndjejgjë të vegjël. fëmia sa më shumë të ambientohet me privacy-n e vet, as më mirë do rritet se sa të rrinë gjithmonë pranë prindërve ose për çdo gjë të jetë prindi gjithmonë në kokë, nuk është për herë e mirë, ma mërmendje. Për mua, po të kishte gjithë tani dhomën e vet, 3 vjeçe është mosha ideale, 2.3 që të shkonte te dhoma e vet. Është autonoma, kështu që besoj se do ishte ideale kjo mosha këtu. Prandaj shpresoj të arrijm ta marrim sa më shpejt, sepse arrin dhe i 2 ti, kështu që nuk na nxjerr me çik krevat. Sa vjet ndërmjet do të ketë Sole me djalin, love you. Faleminderit. Do ketë 3 vjeçe gjys fiks. Sole do ketë fiks 3 vjetë gjys. Sepse gjysmën e vitit Sole e mbush në mars, 26 mars, edhe bebi do lindi në mesi prillit, kështu që do jenë aty 3 vjeçe gjys fiks. Edhe ishte mosha ideale për neve, prandaj ndjehemi shumë e fat edhe nga kjo. Si jeni takuar me Gesin dhe në cilin vit? Jeni shumë të mirë, të dua. Derit. Kemi bërë një video për këtë, kështu që po ta laj këtu ose këtu, nuk e di asnjëherë ku është, më duket këtu. Derisa viti është 2014 një video. 2014. Ore, Gesi kaloj vitet. 8 vjet. Ju për natëre. Kur do bëshim 10 vjet që do bësh dhura ose surprizë për shkak që si Gesi nuk është nga ata që bëjnë super surpriza, po them tani për 10 vjetore do bësh diçka drejt që ta haj. Ta shoh. Bedo, ke kohë një vit e gjysmë ta përgatitur gjithë tani të lajmërova, po e dua vitin e 10 kur jemi njohura, që kur jemi fejuar, sepse neve nuk e parafestojmë të dasmës, po e festojmë me një darkë jashtë ose diçka. Po datën time e kam 28 shtator. Sa vjeç ishit kur u njohët? Te tham. Unë isha 17. Unë sa po kishim bën 25 ose 26. Jo, po 23. 26. A do na bësh në një video për rrobat e bebit, për vendin e bebit? Atëherë rroba sigurisht sepse do duhet të blej të gjitha ka zero, do duhet të blej të gjitha, por bie pikërisht perfekt kohë sepse tani në janar fillojnë uljet. Kështu që do jetë momenti ku do besoj do blejmë shumicën e gjarave, sepse është edhe muaji ideal, do jetë te muaji 7, kështu që 6 e heca shumë parë. 6-7 fillohet pak a shumë përgatitje. Në 7 thon duhet të kesh valizhën e spitalit gati. Unë personën e bëra një ditë parë. Nuk është e vërtet. E bëra vetë kur e bëra valizhën gati. Ne në Francë nisëm ditë të para të gushtit. Po, atëherë e bëra. Para se të nisesha për Francë, bëra valizhën, sepse më kishin vënë ankthin, edhe biles valizhën doja ta bira me vete në Francë, se nuk i dihesh. Por e bajta vete, nuk e mora dhe nuk ndodhi asgjë për fat të mi. Kur u ktheva pastaj se s'mërrihet mua, i ndryshova gjithë në fillimi dhe ditën parë i ndryshova prapë. Edhe kur shkova në spital, gjërat që më duheshin në realitet nuk i kisha. Edhe mati Gesti më bëri gjërat në shtëpi, thosha ku i kam gjërat, ku si kam. E plus mami më vajti më bleu bizhame, sepse unë s'kisha marrë bizhame të duhura. Kisha marrë ca bizhame të Xenis me betona para. Po as të mame kisha marrë që nuk i kisha provuar më përpara. Kisha provuar më përpara, edhe nuk më bënin atë ditë. I hapeshin botonat. Do jetë e vështirë me 2 fëmijë për ty. Do ta provoj. Do ta provoj, po, por kam filluar ta mendoj këtë ditë, Orges. Edhe disa gjëra do jenë të komplikuar, por disa të tjera do janë më të thjeshta sepse i kemi përjetuar pak më përpara. Pastaj mbaret se çfarë kalamari do vise. Vini kalamasi Sole e përballon mirë. Ja kalojmë mirë. Thonë që fëmijët e dytë janë. Fëmijët e dytë janë. Unë jam i dyti, kështu që mami Gesit ka vuajt 3 vjet. Të them unë çfarë mendoj. Për gjërat për shembull të herës parë do jetë thjesht sepse e di si ta lash, e di si ta bësh bandolinën, di si do jetë lidhja, di si do jetë javët e para që do jetë super stresuara. Je i përgatitur tash. Derisa sipas me komplikuar do jetë gestione del tempo, do të thonë si duhet të gestish kohën. Stresi më i madh vjen kur ti e din një gjë. Edhe pasi nuk del ashtu. E din si të shku akoma në një rrugë, kështu që stresi është më i madh kur e din se kur nuk e din. Vetëm kur të vinë momenti do të si po e përjeton do ta kuptosh. Take it easy. Po, si çdo gjë që bëjmë neve. Çdo gjë shkon mirë. Pyetja tjetër, a do shkoni me pushime? Tani ndihmë apo
gusht. Nëse ku do shkojmë tani, jo me në gusht. Pushimet nuk e di. Sigurisht këta vit do jetë pak e vështirë për pushimet e dimrit, nuk do jetë si vjet, për shembull që shkojmë një javë në mal. E mase do jetë 2-3 ditë, diçka të këtill, diçka të vockël, se edhe unë nuk është e. Të vit do shikojmë. E vetëm gjë që doja shumë të bëja është të çoj Solen të paktën 1 ose 2 ditë me ski, sepse tani që është 3 vjeçe, do ta bëj për herë të parë. Por edhe por nuk vetëm tani, do ta çoj pa një ditë më vonë. Që edhe na shkurti që nuk do ketë edhe shumë rrëmuj si tani. Por po, do ta çoj këtë vit se s'bën, që ta provoj. E pastaj po nuk i pëlqeu, amen. Nuk i pëlqen, do ta provoj kur të jetë pak më e madhe mase, siç e kemi mësuar neve. Ne kemi mësuar të rritur kështu. Por jo me pahir, thjesht por që se i pëlqen. Kaq. As për Krishtlindjen nuk e dim ç'do do bëjmë, as për vitin e ri, jemi kështu. Jemi pak shtërmushëm këtë vit. Cili ishte reagimi i parë kur the Orgesit si është nxanë me Sole? Pjesë jeni një familje mrekullueshme, shumë faleminderit Viola. Ne kemi nxjerrë edhe në video reagimin e parë. Të Soles Orgi. Ah, Sole. Aha, po se gjumë, ja më çavash. Shifri Çambera, se kam thënë asnjëherë këtë në video. No. Asnjëherë se kam thënë. Thjesht siç me bemin e dytë donin të bëshim prindër. Provuam edhe muajin e parë kella shtatzane, kështu që nuk e prisim sepse duke dëgjuar historira Robi nuk vën ekspektativa të larta, kështu që thot ok, po dolli direkt mirë, po nuk dolli. Edhe nuk e di, një mëngjes e djeva dhe bëra testin, më shumë rezistagesti, edhe e bëra në mëngjes, edhe doli pozitiv. Unë nuk e di, edhe me këta bebi kisha reakcion emocionues, por me Solen diet ishte i pari. Edhe më shumë se sa emocionues ishte emocion frike, sepse realizova që realisht tani jeta ime do ndryshonte. Por po, na mëngjesi që bëra, deri në darket, nuk e kam thënë gestit as kërkujt, vetëm kam vajtur në mëngjes tek një dyqan, edhe kam bler këpucë të vockla, edhe një bodi kur kishte të shkruar I love mami o I love dad, nuk më e bëj ç'a kishte të shkruar. Edhe kur gesti erdhi në darket, e kisha parë tek një youtuber australiane këtë gjë. E kisha boshatisur sirtarin e parë i kuzhinës, ku bajmë ato thikat, pirojt e gjëra. Edhe kisha lënë vetëm bodi, pucët e vogla, edhe testin e shtatzanis, biles kam një foto te feed Instagramit tim, që e dokumenton atë gjë. Edhe kur erdhi gesti, vura telefonin në një cep që nuk isha youtuber atëherë. Ka marrë më shumë veten time se sa reagimin e gestit, sepse kisha filmuar nga ana ime, por nuk doja që gesti të shifte telefonin. Edhe duroi 2 minuta gjithë kjo gjë, se unë po bëja për të ngrënë, erdhi gesti, po flisnim edhe këtej. Unë po bëja sikur isha e zënë me duart, edhe i kisha duart të pisa dhe them, "Oh, më kalon pak thikën te sirtari aty." Gesti hap sirtarin edhe gjan atë gjë. Edhe ishte i shokuar, nuk po kuptonte. Dhe thoshte, "Jo, nuk është e vërtetë." E vetë gjë që thoshte ishte, "Jo, nuk është e vërtetë. Nuk më beson." Jo, nuk mund të jetë. Edhe derisa bëm vizitë nuk realizoj që ishte vërtet. A jeni pirë ndonjëherë, jeni bërë tap? Mos ta tregoj të lutem. Unë asnjëherë, jam shumë vajzë e mirë, shumë e kulturuar. Masi ja them tek në një video tjetër, po. Una mbase 2 herë maksimum. Po pyetja që çysh ishin bashkë apo në jetë? Sa herë jetë urtit? Deri sa më ke njohur. Dhe në çfarë vitit më përzisim. Atë, unë 2 herë, edhe të 2 herë gjikun e mjohë me gjese se ai më çoi te rrugë e keqe. Unë para isha shumë vajzë e mirë dhe rregullt, por po, nuk është edem edhe aq kollaju, sepse nuk pi më shumë se sa më kërkon trupi. Por po, 2 herë jam dhe. Edhe i mbaj mend të 2. Ti sa herë? Se ban as mend besoj. Kur jemi bashkë? Jo, në përgjithësi jetën tënde, ne ke çetra që kur jemi bashkë. Ka të pesë, nuk e di. Ishim shumë i vogël. Nga të pesë. 2 herë që kur jemi bashkë. Kur jemi dhe në herë. Një herë para se niseshim për Shqipërinë për dasmën tënë. Do kaloni te shtëpia e re para se të lindi djalin shtatzanit të mbar. Shumë faleminderit. Atëherë, me shtëpinë ka ndodhur shumë gjëra. Me shtëpinë, jo me një shtëpi, por thjesht me kërkimin e shtëpisë ka ndodhur shumë gjëra. Një nga këto është që ne duhet të ishim bërë me shtëpinë në këtë moment, por nuk ndodhi. Por janë historira për moment tjetër. Nuk e dim realisht për që se para bemi 2 do ja dalim. Realisht nuk e dim. Çefi është, ideja është. Edhe në për video që ju them lajme këtu, lajme aty, më shkruajnë të gjitha, shtëpia. Nuk është vetëm shtëpia, janë shumë gjëra bashk, por realisht nuk e di për që se do vi para bemi 2. Shpresa është, si tha gesti, por nuk varet vetëm nga neve, se t'ishte për neve gjipardije kishim vajtur. Si është, si ndjesi, kur ke kaq shumë mbështetje nga bashkëshort. Kjo është për ty. Po si pas me, mund të lexohet edhe për të dy kjo gjë. Kjo është vetëm për ty. Ja. Jam këtu si për të dëgjoj.
Është gjë shumë e bukur, do me thënë, kjo gjë nuk do transformosh sot si pas me në një punë, po që se nuk do ishte përgesë. Edhe ai që më shtyr kur unë nuk do të bëj diçka, ose edhe kur përtoj, sepse dollë që përtoj ndonjëherë të bëj diçka, ose që them, por nuk do ta bëj tani, është aty që më shtyr gjithmonë, ose më e rëndësishme kur humb ata motivimin, edhe nuk them mbase nuk jam për këtë punë, mbase nuk duhet ta bëj, ai më shtyr gjithmonë në tepër, më thotë e shef që duhet ta bësh gjitha kjo gjë që kemi krijuar, okay, se kanali është Albionës, por sepse jemi të dy bashkë brenda, edhe investojmë energji të dy në këtë gjë. Kështu që edhe në fillim që thash që Gesti beson që nuk është shumë prezent, edhe pse nuk është prezent, unë e ndjej afër gjithmonë, nuk e di si ta shpjegoj. Po si ndjesi, e ndjej gjithmonë afër edhe ndjej një mbështetje shumë të madhe, edhe nuk është një diçka e pakët, se e di që jo të gjithë mund ta kenë këtë mbështetje. Është edhe ai që bitë të gjitha mendon më pak për gjykimin që mund të kenë të tjerët e kjo gjëja. Kështu që e di që YouTube ose të bësh influencer ditët e sotme, sidomos në Shqipëri, nuk është një diçka shohin me një sy aq e përditshme si mund të jetë një punë e thjeshtë. E Gesti shoj që e bën shumë easy, thotë pse jo? Është punë, është diçka që mund ta bësh, është diçka që po bën me dëshirë dhe do të japi diçka në fund të ditës, atëherë bëj. Kështu që po. Jam e fat, jam e flerë tani këto muhabete. E i kënaqur tani, që ju përgjigja. Nisë më tepër, Mund të kishe thënë në zemër të. Pastaj e momente kështu që duhet ta vrasë. Ta pi me një qikë. Pije, hajt kesi me të pi. Pi se s'ke pyrisët. Si do ta vendos një emrin djalit, e shpyetja, do me thënë, e shplot Instagramin me këta pyetje. Doni t'ja themi emrin që të të qenë. Kur ta gjejmë edhe ne, po jo. Kur t'jemi të sigurë që e kemi gjetë, atëherë duhet t'regojnë. Do jetë e vështirë ashtu siç ka qenë persone. Besoj që po t'ishte djalë do ishte më e thjeshtë, por do arrim javën para që do themi, çfarë emri do t'i vëmë, ashtu si besone. T'ja vëmë guximtar. Kishim një ide t'ja vëmë, guximtar o diamant, për të shoh. Nuk kemi asgjë kundër këtyre emrave, kush i ka t'i gëzoj, nuk gjykojmë, por Ata që kanë akoma këtë emër, minimumi kanë pak në 50-60 vjeç, kështu që. Se është një gjë sipas meje shumë e rëndësishme për një njeri, emri që ka, sepse është gjë e parë që thua për veten tënde, jam ky rob. Ashtu siç e menduam gjatë 8 muaj për Solen, ashtu besoj se do ndodhi edhe me këtë. Nuk e dini as këtë, por kur lindi Sole, vetëm motra ime e dinte se si do quhesh. Asnjë njeri tjetër nuk e dinte si do ta kishte emrin, përveç ditën e lindjes që e morën vesh. Kështu që as njerëzve të tanë besoj nuk do t'ja themi përpara, por edhe ju do ta mirni vesh kur të lindi. Ne presim sugjerime. Po, na bëni sugjerimet tuaja për emra. Presim sugjerime, nëse ke një emër, një ide të emrit të ne, me gjithë qefi presim me gjitha sugjerimet. Allora, nëse s'do kishe YouTube, cili do ishte profesioni yt, urime për shtatzanit të mbar. Faleminderit. Nuk e di njerëz realisht çfarë do bënja. Sipas me do isha akoma shpistit në sot. Sekretare ime. Në këta punë e na shpendi. Do gjenja një punë në zyrë, zyrtare. Tani Sole sa bëri 3 vjeçe, okay, se mund të gjenja një punë, por ja gjela prap shtatzane, kështu që do përfundoja duke ndetur disa vite në shtëpi. Ndërsa kështu krijova diçka për veten time. Ma mirë akoma. Po rris familjen. Pyeti për Gestin, a është krenar Gesti për arritjet e tua në YouTube. Jeni shumë të mirë, faleminderit. Shumë krenar. Shumë krenare, shumë i kënaqur se të për... E shqipari që ka besuar në këtë gjë, para mejet. Pavarësisht edhe mase do të qik ma shumë punë, përqendrim që po duke pas një familje, duke qenë në një familje me një kalamat vogël. Nuk gjendet koha. Nuk është koha plot si duhet. Si ndjeni që për pak kohë do keni një çun të vogël? Nuk e di se të ndjem shumë emocionuese për këtë gjë. Një gjë që thoshte Gesti gjithmonë, kur u bë baba e një gocë në fillim, edhe tani thoshte po do jetë gocë kjo. Thoshte gjithmonë duhet të përgatitem psikologjikisht. Unë thosha çfarë po thua? Vajzo djalë është e njëjta gjë. Kur e mora vesh shumë pas që ishte djalë, i thash ke super të drejtë, se më përpara nuk e kuptonja, por tani të kuptova, se jam unë ajo që duhet të përgatitem tani ndryshe psikologjikisht për çunin, se ndjej shumë responsabilitet që të duhet të rris një çun.
është tjetër gjë sipas meje. Mendim. Një dhe gjatë ishte për më unë, që se do ishte goca dhe kjo, unë psikologjisht do përgatitja në mënyrë tjetër. Tani, po përgatitëm në mënyrë tjetër akoma, që me idenë e një qunit, kurse me 2 goca, do kishim menu jetën time në mënyrë ndrysh. Para dje që fëmijët pastaj duhen një lloj, nuk diskutohet ajo, nuk peshohet dashuria, absolutisht. Thjesht ideja që kur do rritet, që adoleshenca, do jetë ajo që më shumë më streson, sepse koha kalon shumë shpejt, edhe ajo periudhë arri shumë shpejt. Edhe thjesht duhet të rris një çun për së bari, që respekton të tjerët, që respekton vajzat, që respekton prindrit e vet, sepse ndjej sikur t'ja mësosh një çunit këto gjëra, ndihet pak më e komplikuar se sa një gocë, se gocat janë pak më të dhimbsura, le të themi. E dëgjojnë pak më shumë mamin e babin. Çunat ndjej sikur janë pak tralala. Do shohim si do shkoj. Do jemi këtu pas 10 viteve që ta shohim. Do punojmë ashtu do shkojmë, Do gjejmë një të fundit tani, përgjigjemi e pastaj ta mbyllim sepse do kemi filmuar shumë. Ti se dhe gjumë po fillon e... Gesti po zaj gjumë. Ja afrohet sa më shumë. Atëherë, a do të bësh birth vlog kur të lindesh, do të thënë videon e lindjes të fëmijës. Besoj se kemi kohë, do tani deri atëherë që të përgatitemi psikologjikisht, edhe besoj se po, duhet të jetë një kujtim ky për neve, nuk e kemi me Solen, nuk i kemi gjitha këto kujtimet me Solen, edhe do donja shumë kisha pasur. Për shembull, hera e parë që zbulova, gender reveal, gjitha këto gjëra jam shumë e lumtur që i kemi si kujtime. Sigurisht edhe dita lindjes do jetë. Edhe besoj se do pendosha jashtëzakonisht shumë po mos ta kisha atë. Thjesht duhet të organizojmë edhe me spitalin, sepse e di që nuk pranojmë më duket kamera dhe gjëra kështu. Edhe duhet të filmosim diçka më duket që të mundemi ta bëjmë. E thjesht kaq, por po, duhet të organizojmë edhe për atë, duhet të blejmë edhe gjëra të reja, të investojmë pak më shumë te kanali që edhe për atë ditë, sepse do na duhen. Edhe po, besoj sigurisht po. Në radhë të parë do jetë një kujtim për ne. Do kemi për kujtim neve, edhe plus se do rrihet te kanali. Do ta ndaj me juve, kështu që do jetë 2 gjëra bashkë. Mezi pres në një anë, jam e terrorizuar në anën tjetër, kështu që mos më bëni me këto pyetje me lindjet se nuk dua të mendojmë tani. Njerëz shumë faleminderit që arrit deri në fund e me neve të lodhur, shpresoj mos t'ju ketë bezdisur zëri im edhe shumë. Mos t'ju ketë bezdisur lodhja e Gestit edhe shumë. Jo, se për zëri s'merr mend. Neve ishim super të lodhur, por jemi në data 17 të vlogmasit më duket. Dihet lodhja sinqerisht, edhe pse bëm 3 ditë pushim, po ishin 3 ditë të domosdoshme për të bërë pushim. Që si ishte pushim, sepse ishim sëmur, por po, ndihet lodhja tani. Mos harroni, se unë harroj në vlogmas ta them. Na bëni subscribe. Një subscribe këtu poshtë, shtypeni atë botonin, i shihni videot më shumë se 70% janë ju, nuk po e shtypni ata të shkret. Na bëni një subscribe, na komentoni, na bëni like, na supportoni. Juve që kushton asgjë, neve masi na ndihmon shumë. Klik. Faleminderit që pat këtë video dhe që ndetet me neve. Siç e them, gjithmonë do shihemi nesër. Nesër. Natën e mirë.